Paqja e Zotit qofte me ty dhe me familjen tënde. Zoti të do dhe ai është i mia. Çfarë do të thotë Jezus, biri i Perëndis? Në fakt, Bibla pohon që Krishti është biri i Zotit, ai është biri i Perëndis. Ka njerëz që mendojnë kështu. Meqenëse se ai është biri i Perëndis, sigurisht ai është i lindur nga Zoti. Si unë jam i lindur nga babai tim, atëherë Jezu Krisht ishte lindur nga Zoti. Ose, meqenëse është biri i Zotit, ai është më i ulur se sa Zoti, por kjo nuk është vërtet. Duhet të kemi parasysh dhe të konsiderojmë që gjuha që ishte shkruar, Bibla nuk ishte as shqip, as portugalisht, as anglisht. Ishte gjuha nga populli hebre, ishte hebraisht. Në dhjata së vjetë, ata kanë shkrua në gjuha hebraisht, ishte në hebraisht, edhe në dhjata e re është në greqisht. Pra, janë dy botë, dy kultura të ndryshme, por që Zoti ka vendosur të zgjedh për të sjellë fjalën e tij në botë. Kush e ka shkruar Biblia? Njerëz mund të mendojnë, nëse njerëz kanë shkruar ka gabim. Jo, Zoti nuk ka shkruar çdo lloj njeriu, por ai ka shkruar njerëz të caktuar prej tij për të shkruar fjala të frymëzuar nga Zoti. Njerëz kanë shkruar, por frymëzimi në mendja dhe në zemra e njerëz ishe nga Zoti. Prandaj, fjala e Zotit është i përsosur dhe nuk ka gabim në të. Mund të besojmë me gjithë zemra. Dhe kjo fjala, Bibla, nëse ne lexojmë, ajo transformon, i ndryshon jetën tonë. Nuk është si libra që informojnë. Shumë librat mund të informojnë çdo gjë për bota, por vetëm Bibla transformon. Librat na informojnë, por vetëm Bibla na transformojnë. Pra, edhe ashtu mund të vazhdojmë studimin tonë. Pra, duke konsideruar që Bibla është shkruar në hebraisht dhe në greqisht, në gjuha hebre të vjetë ne kishim vetëm 7.000 fjala. Hebraisht të vjetë kishim vetëm 7.000 fjala. Vetëm e krahasim, hebraishti i ri e kohave sot në Jeruzalem, në Izrael, njerëz kanë afërsisht në fjalët e tyre 50.000 fjala. Duke krahasuar me gjuha shqip, ne kemi në fjalor bazore në gjuha shqip, ne kemi afërsisht 48.000 fjala. Në portugalisht 370.000 fjala. Në anglisht ne kemi 217.000 fjala. Pra, ne shkojmë që gjuhave jenë të ndryshme, sidomos ato gjuha të vjetra si hebraisht, aramaisht dhe arabisht, le të them. Ata kishin më pak, për shembull, një karakteristikë, një pikë veçantë është se ata nuk i kishin mbiemër cilësor si e kemi sot. Në gjuhën time, adjektivus. Jemi duke folur për gramatika, për shembull, kur flasim kështu. Ai djalë është i bukur. I bukur është duke dhënë cilësi për emër, për djalë, ose ajo vajza është e bukur. Mbiemri cilësor është e bukur ose i bukur. I bukur për çuni, e bukur për vajza. Pra, këtu e kemi mbiemri cilësor. Disa gjuha të vjetra, si e kemi folur, nuk i kishin ashtu. Ndërsa ata të flasin, ai djalë është i bukur, ata flasin. Ky është biri i bukurisë. Ose ndërsa të flasin, ajo vajza është e bukur, ata flasin. Ajo është bia e bukurisë. Edhe ashtu me radhë. Nëse persona ishte i keq, ndërsa flasin, kjo persona është shumë e keq. Ata flasin, kjo është bia e ligësisë, ose biri i ligësisë. Ma keni kuptuar si ata ndërtojnë
fjali dhe gramatikët e tyre ishte ndryshme. Si sot, në gjuha korean dhe japones gjithashtu, është ndryshme. Ndonjëherë ata marrin disa emra dhe transformojnë në folja. Pra, ne mund të mendojmë po si është i mundur, për shkak se është një kulturë e ndryshme dhe është një gjuhë e ndryshme se sa e kemi ne. Pra, ne nuk mund të diskutojmë, vetëm të pranojmë se ndërtimi i gjuhave kështu ishte. Pra, në hebraisht e vjetë ashtu e kemi. Edhe mund të japim për ju disa shembull bibliki që vërteton kjo. Për shembull, në Gjyqtarët, kapitullin 19, vargu 22 është shkruar: ndërsa po kënaqeshin disa njerëz të qyteti, njerëz të keqi rrethuan shtëpinë e rënë portas. Kjo fjala, njerëz të keqi, edhe shqipi nuk ka ma ajo trashëgimia nga gjuha hebre, sepse në portugalisht dhe në anglisht nuk është shkruar njerëz të keqi. Edhe me qenë se ka të njëjtë kuptimi, është shkruar bijët të Belialit. Ka disa Bibla që nuk ka përkthua njerëz të keqi, po kanë përkthua bijët të Belialit. Beliali ishte një frymë i ligu që njerëz e merojnë, që indikon njerëz të bëjnë gjëra të keqia. Pra, në portugalisht dhe anglisht ata kanë mbajtur kjo shprehja hebre, bijët të Belialit, ndërsa po ka disa Bibla të tjera që flasin njerëz të keqi. Nuk ka rëndësi nëse është bijët të Beliali ose njerëz të keqi. Kuptimi është njësoj, që ishin njerëz të keqi. Pra, një shprehje tjetër ne shohim tek profeti Danieli, kapitulli 7, vargu 13. Ashtu, unë shikoja disa vegimi nata. Pra, Danieli ka pa Zoti. Profeti Danieli, kur ai pa Zoti me gjithë lavdinë e tij, ai tha: dhe ja i mbireti qieli, po vinte dikush që i ngjente një biri njeriu ose biri i njeriut. Pra, kjo shprehje biri i njeriu do të thotë njeri. Pra, ndërsa ata flasin ishte njeri, jo që ata nuk flasin, por ata përdorin disa shprehje të veçantë për të dhënë cilësie për emrat, për disa gjëra ose disa persona, edhe ashtu e bëjnë. Pra, biri njeriu do të thotë njeri, bijët të Beliali do të thotë njerëz të keqi. Një tjetër, tek Mateu 18, vargu 11, shohin që edhe apostujve, njerëz që kanë ecur me Krishti, e kanë mbajtur nga hebraisht, që ishte nga kulturët e tyre, këtë lloj fjali. Është shkruar, sepse biri i njeriut, pra këtu e kemi Jezus duke folur për veten e tij. Biri i njeriut, që do të thotë njeri, erdhi për të shpëtuar atë që humbu. Pra, Jezus është duke folur, unë jam i njeri gjithashtu, nuk jam një fantasma. Unë jam i njeri gjithashtu. Edhe ne dimi që Jezu Krisht ishte 100%, kishe dy natyre. Jezusi kishe dy natyra, 100% njeri, 100% perëndi. Ai është Zoti në mish. Pra, edhe një tjetër mund të shohim tek 1 Gjoni 3:10 është shkruar kështu: prej kësaj njihen bijët e perëndis dhe bijët e djalit. Kushdo që nuk i praktikon drejtësin, deri këtu. Çfarë do të thotë bijët e perëndis në tekst këtu, në kjo pjesa, dhe bijët e djalit? Është ajo që është në fund. Janë njerëz që praktikojnë drejtësi dhe njerëz që nuk praktikojnë drejtësin. Pra, prej kësaj njihet bijët e perëndis ose të drejtët dhe bijët e djalit ose të padrejtët. Edhe ashtu mund të shohim këto shprehje të veçantë nga gjuha hebre dhe që ka kaluar gjithashtu në përkthimi në gjuha greke. Besoj që ne kemi mësuar tani dhe jemi duke ardhur në fund. Kur flasim
në gjuhë hebre atëherë dhe edhe në shqipin e kuptojmë kur flasin ashtu. Le të shohim nëse ju keni mësuar. Kur flasin ky është biri i mastrimit. Çfarë do të thotë? Biri i mastrimit. Do të thotë mastrues. Kur flasin ky është biri i mençurisë, do të thotë që persona është i mençur. Kur flasin ky është biri i dritës, do të thotë se persona është i ndriçuar. Kur flasin ky është biri i zilis, që persona është zilçar. Kur flasin ky është biri i paqes, që persona është paqësor. Kur flasin ky është biri i njeriu, që është njeri. Edhe kur flasin ky është biri i Perëndis, që persona është hyjnor. Që persona është hyjnor. Biri i Perëndis do të thotë hyjnor. Biri i Perëndis do të thotë njësoj si atin e vetë. Biri i Perëndis do të thotë që ngjan atin e vetë, që është në të njëjta esenca, në të njëjta qenia, është njësoj baraba me Perëndi. Pra, kjo fjala biri i Perëndis për Jezu Krisht do të thotë që ai është Perëndi. Ai është nga Perëndia, jo nga se ai ka lindur nga Perëndia, por me qenë se ishte bashkë me Perëndi dhe erdhi në tokë. Ishte bashkë me Ati dhe me frumën e shenjtë dhe erdhi në tokë për të shpëtuar njerëz. Pra, kur shohin gjithmonë kjo fjalën e Bibla, Jezu Krisht është biri i Perëndis, do të thotë Perëndi. Prandaj kishte disa njerëz nga kultura e Jezu Krisht që e dini gjuha e Jezu Krishti, që flasin hebraisht dhe aramaisht, kur Jezusi ka thënë dhe kur njerëz kanë folur, ky është biri i Perëndis, ata deshën të vrasin Jezusi. Pse? Sepse është shkruar se me qenë se ti je njeri, ti u bën vetëm Perëndi. Pra ata e dini kur Jezu Krishti kisha folur, unë jam i biri Perëndis, ose njerëz kanë thënë, ky është biri i Zotit, Jezus ishte duke folur, unë jam i Zotit. Dhe ata kisha një moment që ata kanë marrë gurë për të vrasë, ne do të vrasin ty, sepse ti e duke bë vetëm Zotit. Pra, përgjigja është, çfarë do të thotë fjala biri i Perëndis për Jezu Krisht? Do të thotë, ai është Perëndi. Zoti ju bekoftë shumë.